nga se ka raste të shumta të njerëzve, mund të jenë me miliona musliman, të cilët asnjëherë nuk kanë qenë në haxh, dhe të cilët asnjëherë nuk do të mund të shkojnë në haxh. Gjithashtu një pjesë e madhe të cilët vetëm një herë në jetë shkojnë në haxh, megjithatë aq është i rëndësishëm, aq është madhështor, Allahu e renditi në shtyllat e Islamit. Këtu bëhen dallimet edhe njerëzve mbas të mirësisë apo çiltërsisë së zemrës të cilën e kanë. Këtu kemi njerëz që nuk kanë mundësi, duan, përmallohen për në haxh. Këta kanë shpërblim, ani se nuk e vizitojnë vendin e bekuar, ani se nuk e realizojnë haxhin. Vetëm fakti që ata duan me bë mirë kanë shpërblim. Mirësi e cila ndoshta nuk arrihet. Është një arritje e madhe me të cilën besimtari duhet të synon, duhet çdo herë të mundohet të arrijë e kryen një ibadet, kthehet si në një fletë të bardhë në të cilën nuk ka asnjë pikë të zezë. Po shfol që njerëzit kur e kanë mënu haxhin ka thonë nëse shkojnë në haxh se masane sonë mbaj. Sën punojnë pazar të këtë me kantar, sën punojnë me peshore, apo sën e mbaj, si e tha. Kjo është një qasje e gabuar që besimtari që ashtu me mendu. Për jetën e tij para haxhit edhe mas haxhit. Unë nuk filloj me namaz, se unë nëse filloj me namaz, mandi du t'i lo disa gjuna, disa harame, ato harame unë s'mundem me i lan. E çka du t'me bë? Do t'a shty namazin. Kjo është rrezik, në një aspekt është rrezik i madh. Nëse shkon haxh, mos mendo kur të kthehesh me vazhdu në të njëjtën që ke qenë më herët, nga se ndryshimi duhet bëhet. Po edhe namazin, edhe agjerimin, edhe zekatin, edhe haxhin, edhe krejt ibadetit, gjithë jetën mi a kushtu. Një herë me prish shahadetin, bie në ujë krejt. La sharika lak. Nuk takon ty shok, nuk takon ty ortak. Allahu është i vetmi që e meriton këtë adhurim dhe çdo adhurim. Ne nuk adhurojmë Ka'ben. Tawafi rreth Ka'bes nuk është adhurim rreth Ka'bes, nuk është adhurimi i Ka'bes, është adhurimi i Allahut në një vend që Allahu e ka kërkuar, e ka obliguar. Është kthy njeriu në një jetë të re, në një libër, në një fletë të bardhë, të kthehet tash edhe një herë që ta mbulon atë, ta ngarkon me gjitha ato gabime që i ka pas në të kaluarën, atëherë shet që haxhi i këtij njeriu nuk e ka pas efektin që duhet ta ketë. Miliona njerëz, nëse shkojmë tash në atë mënyrën e realizimit të haxhit efektiv, llogarit tash, sa kanë qenë në haxh? 3 milion, 4 milion. Kur do të kthehen këta 4 milion në vendet e tyre tjerë, të ndryshuar, jo siç kanë shkuar në fillim, tash kthehen ndryshe. Këta do të kenë ndikim në gjithë vendin, në gjithë popullin, në familje, në rreth. Bërthama të rezatimit të ajo është, do të thonë që haxhi ta luan rolin në umet, në popull, në përgjithësi. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahun e falenderojmë mbi pejgamberin ton Muhammedin, salavatet më të përzgjedhura i dërgojmë. Të nderuar shikues, vëllezër dhe motra, jemi në fillim të podcastit në Mejlis. Është epizodi 29. Do të flasim sot për haxhin, këtë ibadet të veçantë, për shtyllën prej shtyllave të Islamit dhe për këtë ibadet i cili me të drejtë llogaritet se është udhëtimi apo rrugëtimi i jetës. Me neve sonte për të biseduar për këtë çështje është hoxha i nderuar Omer Efendi Bajrami, të cilit i shprehim misarje. Hoxha i nderuar, faleminderit që keni ardhur dhe na keni nderuar në këtë mejlis. Faleminderit edhe juve, Allah ju shpërbleft për ftesën. Tash po afrohet koha e haxhit edhe po është arsyeshme pakës të flasim për disa aspekte të haxhit, të cilët ndoshta njerëzit i kanë anashkaluar, nuk janë të vetëdijshëm, me qëllim që ata që janë jetli, që e kanë bërë një jetë që sa më përgatitur të shkojnë në haxh, po është edhe ata që nuk dinë shumë për haxhin të mësojnë diçka të re për haxhin. Dhe njerë faleminderit që erdhe në këtë podcast tonin. Pra, të vazhdojmë edhe, të fillojmë me pyetjen e parë. Pyetja e parë ka të bëjë më shumë me atë se çka është definicioni apo përkufizimi i haxhit, edhe cila është pozita e haxhit, edhe çfarë vlerë ka sipas fesë islame, sipas kuptimit të asaj që ka ardhur në shpalljen që i është dhënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, dërgojmë salavat Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Shfrytëzoj rastin gjithashtu t'ju falenderoj për ftesën, që sonte këtu të jemi së bashku, t'i shtjellojmë disa gjëra të cilat janë të rëndësishme, të cilat janë të dobishme, duke u munduar që ta themi atë që thot Allahu, atë që thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë temë, në lidhje me këtë ibadet madhështor, në lidhje me këtë ibadet të veçantë në fenë e Allahut Azza wa Jall. Pra bëhet fjalë për haxhin. Haxhi realisht është një ibadet i veçantë, është një vizit, mirë po jo si vizita tjera, është një vizit në një vend të caktuar, në një vend të veçantë mbi sipërfaqen e tokës, bëhet fjalë për një vizit që e bën besimtari në Ka'ben e bekuar, me një qëllim, me një nijet të pastër për hir të Allahut Azza wa Jall, një vizit me kushte, me obligime, me rregulla të caktuara, për të realizuar ibadetin e madh i cili quhet haxh dhe për të arritur shpërblimin e Allahut Azza wa Jall nëpërmjet këtij ibadeti. Është e njohur për gjithë besimtarët, elhamdulillah, që haxhi është shtyllë e madhe, e rëndësishme e fesë Allahut Azza wa Jall, ashtu siç tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është ngrit, është ndërtu Islami mbi 5 shtylla: shahadeti, namazi, zekati, agjerimi dhe në fund shtylla e 5 e cila e rumbullakson gjithë atë, haxhi për hir të Allahut për ata të cilët kanë mundësi. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall, edhe pse me çdo ibadet është ajo për ata që e kanë mundësi. Për shembull, ata që e kanë obligim namazin, e kanë obligim të falin në këmbë, të qëndrojnë në këmbë kur kanë mundësi. Kur nuk kanë mundësi, Allahu, do thonë, por në këtë rast është theksuar në mënyrë të veçantë limen istata ilehi sebila, kush ka mundësi që ta kryen haxhin me gjithë ato kushte që i kërkon haxhi. Kjo është shumë me rëndësi të kuptohet nga njerëzit, nga se ai të cilët Allahu nuk ja mundson që t'i plotson kushtet apo të bëhet gati për atë udhtim, ai edhe nuk e ka obligim, derisa ti plotësojnë kushtet. Prandaj kjo është si një lloj ngushëllimi për ata njerëz të cilët ndoshta janë përmalluar me pa advent, por Allahu subhanahu wa taala me urtësinë e tij të lartë dhe kulmore dhe me diturinë e tij absolute e ka caktuar ashtu që të ndodh. Faqet ndërprerë, vetëm jo, pa problem. Nëse kthehemi në ajetin që edhe e përmendet, Allahu Azza wa Jall e përmend çështjen e mundësisë si patjetër për secilin që ka mundësi, tha Allahu Azza wa Jall, "Walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila." Për njerëzit është haxhi në Ka'ben e bekuar për ata të cilët kanë mundësi. Për çfarë mundësie bëhet fjalë? Bëhet fjalë për mundësinë financiare, por ata që i kanë kushtet, i ka mundësit. Ai që nuk i ka mundësit, edhe nuk e ka obligim, po gjithashtu edhe mundësia shëndetësore, ai i cili e ka shëndetin, e ka çështjen anën fizike, gjithashtu anën financiare, ekonomike, ati njeriu i bëhet obligim haxhi. Po nëse dikush nuk e ka shëndetin, nuk e ka mundësinë fizike, apo dikush e ka shëndetin, është mirë me gjitha aspektet tjera, mirë, po nuk ka mundësi që t'i ban pagesat, t'i mbulon harxhimet që ja kërkon haxhi, atëherë për atë njeri nuk është obligim haxhi. Megjithse kjo pak në një mënyrë, ajo që e dallon, tash nëse bëhet fjalë për një musliman i cili sigurisht e ka shahadetin, është musliman, mirë po, të jeton pa namaz asnjëherë, nuk ka mundësi, muslimanët e falin namazin. Të jeton pa agjëruar asnjëherë, megjithse edhe agjërimi është me mundësi, mirë po, muslimanët agjërojnë. Edhe ai i cili është me arsye për të mos agjëruar, do t'i vi momenti që do t'a kompenzon, do t'a agjëron. Ai i cili jep zekat, gjithashtu ai i cili ka mundësi, kemi raste të shumta, por atë është një aspekt haxhi i veçantë, nga se ka raste të shumta të njerëzve, mund të jenë me miliona musliman, të cilët asnjëherë nuk kanë qenë në haxh, dhe të cilët asnjëherë nuk do të mund të shkojnë në haxh. Gjithashtu një pjesë e madhe të cilët vetëm një herë në jetë
shkojnë në haxh, megjithse ndoshta shumë musliman nuk do ta praktikojnë këtë ibadet, shkaku i jo mundësive, pa mundësive të tyre, megjithatë, aq është i rëndësishëm, aq është madhështor, Allahu e renditi në shtyllat e Islamit. Ani se shumë njerëz nuk do ta veprojnë fare, ata që kanë mundësi, mirë, po megjithatë, ata që kanë mundësi, përsëri e ka këtë rëndësi, këtë vlerë të madhe dhe kanë obligim që ta realizojnë. Plotësimi i ajetit ku Allahu thotë wa man kafara fa inna Allaha ganiyyun 'anil alamin. Çfarë porosi është kjo për ata njerëz që ndoshta kanë mundësi, por ajo mendje madhësia, apo ajo arroganca, apo ajo mos bindja ndaj urdhit të Allahut i çon që ata mos ta kryejnë këtë obligim edhe. Po. Nëse në një farë mënyrë e mohojnë një të mirë që Allahu ka dhënë. Ashtu. Pjesa e para e ajetit vetëm se na flet por ata që kanë mundësi. Mirë, po kjo pjesa përfundimtare e ajetit, kjo flet për ata që kanë mundësi ama sikur nuk e duan, ama sikur hezitojnë, ama sikur nuk ja din vlerën, nuk ja din rëndësinë. Mos flasim për ata të cilët paraqiten mendje mdhej, apo ata të cilët nuk dëshirojnë të shkelin me këmbët e tyre në ato vende të shenjta të bekuara, sido që të jetë, qoftë njëra palë apo pala tjetër, Allahu është i pasur. Allahu nuk ka nevojë as për haxhin, as për gjithat numër të madh në Kabe, as për ibadet e tjera, sigurisht. Por asgjë nuk ka Allahu subhanahu wa taala nevojë për robërët e tij, edhe përfituesit e parë dhe të fundit janë vetë njerëzit të cilët i kryjnë këto. Ose ato që gjitha ibadete. Ose ata që më së shumti do të pendohen, se nuk e kanë bërë atë obligim, do të janë vetë njerëzit të cilët janë në dështimin më të madh, në humbin më të madh nëse nuk e bëjnë atë që Allahu e kërkon prej tyre, edhe i kanë mundësi që ti bëjnë. Sigurisht. Këtu bëhen dallimet edhe njerëzve mbas të mirësisë apo çiltërsisë së zemrës, të cilën e kanë. Këtu kemi njerëz që nuk kanë mundësi, duan, përmallohen për në haxh, këta kanë shpërblim, ani se nuk e vizitojnë vendin e bekuar, ani se nuk e realizojnë haxhin. Vetëm fakti që ata duan me bë mirë kanë shpërblim. Nga ana tjetër kemi njerëz që kanë mundësi, ama nuk duan. Këta nga ana tjetër kanë mëkat sigurisht. Ose shkon edhe bën haxhin, po jo me atë qëllim që përmendet lillahi për Allahun. Edhe ai subhanallahu ndoshta sigurisht, atëherë kalon në një kategori tjetër, jo të haxhiut. Po, ndoshta duket nga jashtë si haxhi që i ka vizituar ato, i ka kryer këtë obligim, por nëse qëllimi nuk e ka në vend, sigurisht. Subhanallahu, ai mund nuk ka dobi prej tij. As që ka ndonjë përfitim. Problemi në haxhit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmend se el hajjul mabrur laysa lahu al jazaa illa al janna. Haxhi i kryer ashtu si duhet, sipas rregullave, nuk ka, apo ashtu në mënyrë të plot, nuk ka tjetër shpërblim përveç xhenetit. A mundi më tregu diçka lidhur me këtë hadith, se çdo herë kur ta dëgjoj, subhanallahu, tek unë e ngjall një farë mallëngjimin, një lloj a thua vallë ne që i na kanë haxh, a e kina arritat ata bëjmë haxhin me brur, ashtu si do Allahu subhanahu wa taala, e për çat adhurim Allahu me na garantu xhenetin. Subhanallah. Ky hadith tregon përsëri atë vlerën e madhe, atë rëndësinë e madhe, atë madhështinë e madhe që ai i cili e bën këtë ibadet për hir të Allahut azza wa jall, pra sinqerisht, gjithashtu i plotson kushtet, i plotson rregullat, nuk është haxhi i tij vetëm një lloj vizite, vetëm shikimi i vendeve të ndryshme të botës, një lloj turizmi e kështu me radhë, është ibadet i rëndësishëm që ja kushton gjithat ibadet Allahut azza wa jall. Sinqerisht nuk i them, nuk i prish ato kufi të rregullat e haxhit, shpërblimi i tij është xheneti. Ky është një prej haditheve që e nxit besimtarin, e nxit secilin, atë që i ka mundësit sigurisht patjetër, po ndoshta edhe atë i cili nuk i ka mundësit të mundohet, të ndan, të veçon pak nga pasuria e tij, që gradualisht ndoshta nesër ta ketë mundësinë, nga se bëhet fjalë për një ibadet që nëse vlen, pranohet te Allahu, fundi është xheneti. Kjo është arritja më e madhe, megjithse unë do të kisha përmendur edhe dy hadithe tjera me të cilat ndoshta rumbullaksohet afërsisht pak, sadopak t'i japim atë kuptimin e plot të vlerës së këtij ibadeti madhështor. Një hadith tjetër në të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot:
ai I cili e kryen haxhin, gjithashtu pa gjunahe, pa harame, pa thyerje të rregullave, pa përplasje, pa hidhrime me njerëzit, kthehet nga haxhi si dita në të cilën e ka lindur nana e vet. Subhanallah. Kjo është mirësi e cila ndoshta nuk arrihet. Është një arritje e madhe me të cilën besimtari duhet të synon, duhet çdo herë të mundohet të arrijë e kryen një ibadet, kthehet si në një fletë të bardhë në të cilën nuk ka asnjë pikë të zezë. Megjithse dietarët kanë diskutuar në lidhje me e hap fletorën një jetë të re. Librin e ri të vepër, po. Një jetë të re e fillon Edhe jo nga rasti fillimi. pejgamberi ka thujt sikur rilindje, sikur në atë ditë kur ka lind prej nënës së tij. Po, megjithse ka diskutim të ulemat tash nëse pastrohen nga gjitha gjunaat apo pastrohet vetëm nga gjunaat e vogla. Shumica e dietarëve janë mendimit që pastrohet nga gjunaat e vogla, por gjunaat e mëdha duhet pendohet Allahu Azza wa Jall. Megjithse disa nga dietarët kanë thonë jo, ky pastrohet komplet. Ky pastrohet nga gjitha gjunaat që I ka bërë dhe tash mua më ka ra pak një mendim apo një përmendje një prej dietarëve I cili thotë edhe nëse jemi me atë mendim që ndoshta haxhi I pastron gjunaat e vogla e nuk I pastron gjunaat e mëdha se duhet pendim, ne e shohim që në shumë raste njerëzit që shkojnë në haxh vetëm se shkojnë të penduar. Domethënë ai vetëm se e ka bën jetë këtë mënyrë, e ka bën jetë që ta arrin këtë shpërblim, nga se nëse ka qenë shembull I alkoolit, I kazinos, I vjedhjes, I harameve, ai më tash nuk bën plan me shku në haxh edhe kur të kthehet prej haxhi përsëri në kazino apo përsëri në vjedhje, ai vetëm se është përgatitur, është penduar dhe është shpresa e madhe që të kthehet pa gjuna. Te ne Kthehet I pastër. ma herët është fol që njerëzit kur e kanë mënu haxhin ka thonë unë shkoj në haxh se masane Sunë mbaj. Sën punojnë pazar të këtë se me kantar, sën punojnë me peshore, apo sën e mbaj, si e tha. Kjo është një qasje e gabuar, që besimtari që ashtu të me mendu. Për jetën e ti para haxhit edhe mas haxhit. A duhet haxhi me qenë shkaku pse njeriu I le gjunat, apo duhet me qenë diçka tjetër? Sebebi pse njeriu largohet prej haramave dhe I kryen obligime që Allahu I kërkon prej tij. Po. Tash kjo veç se mund të kuptohet në dy aspekte. Nëse bëhet fjalë për vonesën, me vonu haxhin, se unë nëse shkoj në haxh s'muj me mbajt. Ashtu thonë ende disa njerëz, unë kisha shku, ama kur të kthehem s'muj me qëndru tamam. Nëse bëhet fjalë për vonesën, është qasje e gabuar. Se besimtari nuk do ta vonon asnjë ibadet. Ti bane, Allahu do ta mundson që ta mbajsh, Allahu do ta mundson të qëndrosh. Tash sikur themi, unë nuk filloj me namaz, se unë nëse filloj me namaz, mandi do t'i lo disa gjuna, disa harame, ato harame unë s'mundem me I lën. E çka do të më bë? Do ta shtyj namazin. Kjo është rrezik, në një aspekt është rrezik I madh. Në këtë qasje mund të jetë e gabuar. Në aspektin tjetër duhet ta ketë parasysh. Nëse shkon haxh, mos mendo mu kthy njëjtë. Nëse shkon haxh, mos mendo kur të kthesh me vazhdu në të njëjtën që ke qenë më herët, nga se ndryshimi duhet bëhet. Haxhi nuk është vetëm ajo mënyra që me shku, me I vizitu, me ecë, me shëtit, si lloj turisti dhe në fund kur të kthehet me vazhdu njeriu aty ku ka qenë, do të bëhet ndryshim. Jo vetëm prej haxhit, prej çdo ibadeti. Njeriu falet, nuk mund tash edhe të falet edhe me vazhdu në rrugë të tjera që nuk I takoj një namazliut. Inna salate tenha anil fahshai wal munkar. Namazit ndalt, pengon, mbron prej gjunaheve, prej të këqijave. Agjerimi gjithashtu, ai I cili agjeron, po nuk e le fjalën e rrejshme, nuk e lën gënjeshtrën, nuk I lën gjërat që nuk I në fund Allah nuk ka nevojë që ai të qëndron pa bukë dhe pa ujë. Gjithashtu edhe haxhi. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haxh. Do më thonë, njeriu vetëm se prej atje fillon edukimin e mirëfillt, nuk ka fjalë të këqija, nuk ka sharje, nuk ka ofendime, nuk ka gibet, nuk ka harame, nuk ka gjuna, nuk ka jidal, pastaj konflikt me njerëzit, përplasje, urrejtje kështu me radhë derisa atje pastrohet nga gjunat, po pastrohet edhe nga ajo sjellja negative, ato gabimet në jetën e tij. Haxhi si zakonisht zgjat. 10 ditë, 15 ditë, se haxhi kryesisht
apo ajo vepra kryesore që kërkohet është në Mekë. Po. Pastaj shkojnë në Mina, Arafat, Muzdelife, Mekë, edhe aty mbaron veprimet që kanë të bëjnë me haxhin. Edhe kjo është një proces i cili zgjat disa ditë. Ndoshta, po me siguri është edhe një lloj shkollës në të cilën njeriu stërvitet Po. të jetë i kujdesshëm. I mirë, një kurs që kurs intensiv ndryshim. është me ihram, gjatë ihramit ne dimi se ka disa veprime që nuk duhet t'i bën. Po ashtu përsëritja e telbijes ku rithekson imanin dhe çështje tjera, qëndrimi në Arafat në një vend i cili është tashmë alhamdulillah është gjelbëru, po ka qenë një luginë pa asnjë gjë në të, dhe aty afër kodrës që e quhen kodra e rahmetit e madhron dhe adhuron Allahun. Këtë janë këto pjesë të një ta quajmë edukimit apo kursit intensiv, i cili e përgatit edhe për atë jetën që është jeta pas haxhit apo jeta pas lindjes së dytë. Sigurisht. Ne shohim gjitha ibadetet dhe me haxhin pastaj si shtyllë pesë e Islamit, e shohim që gjitha ibadetet nuk e kanë atë mënyrën vetëm teknike, ti themi, apo vetëm disa veprime të gjymtyrëve dhe në fund të dalim prej tyre të zbrazët. Që Ramazani është një muaj komplet. Nuk është një ditë, as 2 ditë, nëpërmjet Ramazanit komplet, atij muaji madhështor, agjërimit, gjitha ibadeteve, njeriu në Bajram del ndryshe. Ka ndryshim të madh nëpërmjet ibadetit. Zekati e jep njeriu zekatin që e ka grumbulluar një vit, e ka ndarë një vit, në fund e pastron zemrën, e pastron shpirtin, pastron pasurinë, pastron haxhi me gjitha këto obligime dhe gjitha ato vepra, ato rregulla, ato ibadete, nëse nuk e luan rolin që të bën ndryshim, atëherë cili është efekti, cila është dobia dhe si mund shpresohet që të arrihet shpërblimi nëse nuk vjen ndryshimi nëpërmjet haxhit. Haxhi është tamam një shkollë, tamam një kurs i plot i besimtarit që jep gjitha ato mësime, gjitha ato këshilla, gjitha ato ndryshime që ai mos kthehet tek në vendet e tij, të kthehet komplet si një njeri tjetër i ndryshuar. Edhe aty takohet jo vetëm me njerëz nga rrethi vet, po takohet me njerëz nga bota në përgjithësi, ndoshta e sheh një përpikmëri tek ata që nuk e ka pa tek dikush që është nga vendi i tij, ndoshta ajo është edhe një motiv plus që ai të vazhdon në atë çështje të adhurimit. Hoxhi nderuar, në telbijen, lebeik Allahumma lebeik, theksohet pika kryesore apo boshti kryesor i Islamit. Ajo është tauhidi. Në çfarë mënyrë haxhi e rithekson nëpërmjet telbijes dhe nëpërmjet duas që haxhiret e bëjnë në Arafat, që ka thënë pejgamberi se duaja më e mirë është duaja la ilaha illallah, edhe fjala më e mirë që ka thënë pejgamberi edhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është fjala la ilaha illallah, domethënë dëshmia e shahadeti se nuk ka zot tjetër që meriton të adurohet. Në çfarë mënyrë haxhi duhet tek njerëzit ta rithekson këtë rëndësi të tauhidit? Se ne dimi se Allahu, inna Allaha la yaghfiru, nuk fal që ti bëhet shirk, që ti domethënë të llogaritet dikush të i barabartë me Allahun në adhurime. Po, kjo është çështja themelore, kjo është çështja bazore e fesë së Allahut Azza wa Jall. Dhe normal edhe në haxh, edhe në çdo ibadet, patjetër që kthehet besimtarit ai thelbi i Islamit, pa të cilën nuk vlen asgjë. Sado që tjetë udhëtimi i gjatë, sado që tjetë mundi i madh, sado që tjetë koha, shpenzimi, harxhimi, në fund pa këtë që u përmend, pra pa la ilaha illallah, pa thelbin e fesë, nuk vlen asgjë. Dhe ne edhe në haxh, patjetër është një përkujtim i madh që ne t'i kthehemi esencës atij thelbit në haxh. Pse jemi në haxh? Për hir të Allahut Azza wa Jall. Çdo ibadet njeriu që e bën, ta bën me për kushtimin më të madh që ky ibadet dhe çdo ibadet tjetër i takon vetëm Allahut Azza wa Jall. Lebeik Allahumma lebeik. Ne ty të përgjigjemi Allah, për ty ne kemi ardhur deri këtu. Jemi përgjigj thirrjes tënde. Mirë po, la sharika lak. Kjo nuk guxon të ndahet, kjo nuk guxon të lihet anash të harrot. Ka pas një pjesë shtesë illa shariken jaltahu lak. Domthon përveç
të përgjigjen e tij nuk ke shok, nuk ke të barabartë, përveç atë që ti vetë se e ke bërë. Në këtë mënyrë ato e kanë rënuat idenë e prish. Tash nëse kthehemi po edhe namazin, edhe agjerimin, edhe zekatin, edhe haxhin, edhe krejt ibadetet, gjithë jetën mi a kushtu. Një herë me prish shahadetin, bie në ujë krejt. Tho nuk vlen kur gjë. E tash ne në këtë rast është për kujtim që ne nuk guxojmë me haru, nuk guxojmë me lënë anash. La sharika lak. Nuk takon ty shok, nuk takon ty ortak. Allahu është i vetmi që e meriton këtë adhurim dhe çdo adhurim. Dhe nëse e shohim pastaj telbia la sharika lak. Pastaj fillimi me gurin e zi, bismillah Allahu akbar, apo Allahu akbar, çdo gjë të lidhet vetëm me Allahun. Kalon në 2 rekat që i fal pranë mekami Ibrahimit dhe lexon Qul ya ayyuhal kafirun qul huwa Allahu ahad. To asnjë prej këtyre nuk janë të rastishme në fenë Allahut. Qul ya ayyuhal kafirun ajetet të cilat i përfshin kjo sure ka të bëjë me çështjen e tauhidit. La a'budu ma ta'budun. Unë nuk e adhuroj atë që ju adhuroni. Në rekatin tjetër, qul huwa Allahu ahad. Thuaj Allahu është një. E kështu me radhë. Në kodrën Safa dhe Marwa, në secilën ngritje dhe zbritje, ngritet dhe la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Gjitha këto në Arafat, gjitha këto e përkujtojnë besimtarin që mos e harro atë çështje e cila është thelbësore, që gjitha këto ibadete i takojnë vetëm Allahut dhe pakte gjitha këto ibadete nuk vlen. Shndron në pluhur dhe hije, dhe hije dhe nuk ka dobi prej tyre. Sigurisht. Subhanallahu, në Arafat është duaja e njohur që e ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dhe kretë këto veprimet e haxhit na rikujtojnë nevojën që të kujdesemi për imanin tonë, për tauhidin tonë, për besimin, pa të cilin, siç e tham, çdo gjë e humb vlerën, çdo gjë shndrohet në diçka që nuk e ka vlerën. Prandaj imani është ajo që ajo komponent, ajo pjesë e ibadetit, pa të cilin ai ibadet nuk mund të quhet ibadet. Sigurisht. Se qëllimi i ibadet është me bo vepra të mira që i do Allahu subhanahu wa taala dhe që i pranon, por me qëllim vetëm për ta madhruar dhe për ta kujtuar Zotin e gjithësisë Allahun subhanahu wa taala. Unë këtu do kisha përmendur vetëm si shtesë që ka të bëjë me këtë çështje, edhe atë që dikush mundohet me paraqit, që shikoje muslimanët, shikoje Islami, shkojnë atje dhe në fund e adhuron një shtëpi të ngritur, apo e adhuron një gur të caktuar, apo e adhuron, kjo është ai mendimi negativ, apo ajo paraqitja e qëllimshme negative që të mundon me paraqit Islamin se muslimanët adhurojnë. Jo. Përsëri kthehemi te tauhidi, përsëri kthehemi te ajo çështja thelbësore. Ne nuk adhurojmë Ka'ben. Tawafi rreth Ka'bes nuk është adhurim rreth Ka'bes, nuk është adhurimi i Ka'bes, është adhurimi i Allahut në një vend që Allahu e ka kërkuar, e ka obliguar. Gurin e zi, ne nuk adhurojmë gurin e zi, ashtu si tha Omeri, o gur, ti je gur, thjesht nuk ban dëm edhe dobi. Dëm edhe dobi nuk ban as guri, as druri, as idhulli, as dikush tjetër. Ne e bëjmë atë, për çfarë arsye? Në pasim të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Safa, Marwa, Arafati, gurët, e kështu me radhë, gjitha ato që bën janë ibadete të urdhëruara, të caktuara nga Allahu, mirë, po këto ibadete janë vetëm për hir të Allahut, vetëm për hir të Allahut dhe jo për dikant tjetër. Do të thonë, përveç tauhidit, niyetit të pastër dhe çiltërsisë së zemrës që e përmendet, shumë e rëndësishme është që ta kryejmë haxhin ashtu si e ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili kur është nisë në haxh në vitin e fundit të jetës së tij, çfarë ka thënë? Khudhu anni manasikakum, merrni apo mësoni prej mua mënyrën se si kryhet haxhi. Sikur se ka thënë për çdo ibadet tjetër, ne e mësojmë sallu kema raitumuni usalli, falni ashtu siç më keni pa duke fal. Por komponenta, siç e thamë, tauhidit është shumë e rëndësishme. Se ajo komponent nuk ka shpagim, nuk ka kefaret. Nëse ti e humb, azgjësohet ajo vepra, shndrohet në zero. Dërsa ndoshta ke bën ndonjë lëshim gjatë haxhit, ka lloj kompenzimi që ke mundësi me korrigju atë që e ke bën në mënyrë të gabuar.
Hoxhi nderor, ju në fillim e thatë se haxhi është një ibadet i cili e ka atë elementin shpirtëror të zemrës, është i lidhur me shëndetin e trupit edhe me mundësitë financiare. A e bën kjo haxhin një adhurim të veçantë, nga se në këtë adhurim njeriu investon 3 gjëra që kanë ndoshta më shumë vlerë për ta. E investon atë imanin e tij, e investon shëndetin e trupit që e ka dhe ato mjetet që i posedon. Edhe është i gatshëm që ato me i vendos apo me i shtynë në përdorim për hir të Allahut subhanahu wa taala. Po sigurisht e shohim që tash haxhi i përmbledh gjitha si shtyllë pesë e Islamit, duke u kthyer në shtylla tjera. Nëse kthehemi te namazi nuk kërkon pasuri, nuk kërkon as financim, as investim, as ndonjë harxhim. Ai i cili e fal namazin, merr abdes dhe Allahu Akbar e kryen namazin e tij. Nuk ka harxhime financiare. Nga ana tjetër, nëse kalojmë te zekati nuk ka ndonjë lodhje fizike apo ndonjë mund apo nuk kërkon shëndetin e besimtarit që ai të jep zekat. Ka pasuri e jep zekatin edhe nëse i mungon shëndeti. Nga ana tjetër, agjerimi i kërkohet besimtarit të agjeron nëse ka shëndetin, mirë po nuk i kërkohet atij gjithashtu investim apo harxhim në aspektin financiar. Tash në fund haxhi si shtyllë e pesë i përmbledh gjitha këto. Edhe adhurimin e zemrës, edhe çiltërsinë e shpirtit, edhe sinqeritetin i cili bëhet vetëm për hir të Allahut azza wa xal, mirë po nuk mjafton me aq. Pastaj kalon ana shëndetësore, ana fizike, që njeriu të ketë mundësi, nga se haxhi nuk është i thjesht që ka mundësi të shkon njeriu ta bën një ibadet për një kohë të shkurt, me një mund të lehtë dhe të kthehet. Haxhi ka obligime, ka angazhime, ka lodhje. Është realitet që ka lodhje, duhet mundohet besimtari, andaj i cili nuk e ka shëndetin vetëm se nuk i obligohet. Kërkohet tash këtu shëndeti. Megjithatë nuk mjafton. Dhe sinqeriteti është, shëndeti është, përmallimi është, dashuria është, në disa raste edhe loti është, megjithatë nuk e ka obligim. Tash këtu haxhi kërkon edhe një gjë tjetër, edhe një element tjetër i cili është shumë i rëndësishëm pa të cilin haxhi nuk realizohet, dhe është aspekti financiar, që njeriu të ketë edhe pasuri. Kur të bëhen gjitha këto bashk, tek atëherë haxhi është obligim për besimtarin. Pra gjitha këto e bëjnë ibadet madhështor, e bëjnë të veçantë nga shumë ibadete tjera, i përmbledh gjitha këto. Prej besimtarit kërkohet vetëm një herë? Vetëm një herë në jetë. Një herë në jetë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që mos ta humbi mundësinë që të kthehemi me mëkatet e falura. Domethënë është haxhi përveç këto elemente që e ka edhe këtë aspekt që njeriu ndoshta nuk i jepet mundësia me përsërit haxhin. Prandaj duhet me qenë shumë i vëmendshëm, i kujdesshëm që ta shfrytëzon këtë moment dhe këtë rast që Allahu subhanahu wa taala u jep. Kur flasim për aspektin e lodhjes, ne dimi se haxhi i ka ato lodhjet e veta. Dua këtu ta ceki një realitet bashkohor që është ne. Ju dini se shteti ku është tash Meka edhe Medina, ku është Qabja, i ka vendosur disa rregulla të haxhit. Disa njerëz nga përmallimi, nga dashuria për haxhin, shpesh herë vetveten e vendosin në pozitë të palakmueshme. E lodhin vetveten duke gjetë rrugë ansore për me arrit edhe për me kry haxhin. Nuk duhet me hitë ajo a lejohet haxhi pa vizë dhe me vizë, por aja vlen njeriu ta rrezikon shëndetin e tij në afat gjatë, ta rrezikon ndoshta edhe jetën e tij, ta rrezikon ndoshta nëse kapet nga autoritetet, ja vendosin një vulë që nuk guxon me shku në Saudi për 10 vite. A është kjo diçka që besimtari duhet ta merr me seriozitet, apo i lejohet besimtarit për shkak se është i përmallur për çapën, edhe ta merr një rrugë të rrezikshme, një udhtim të rrezikshëm, vetëm për ta kryer haxhin. Po, kjo është e rëndësishme, ne bile në disa raste edhe ua kemi potencuar tjerëve, ju kemi thonë, po besoj edhe secili hoxh është munduar që t'ua bën sa më të qartë, se fatkeqësisht disa njerëz
i bëjnë disa gabime jo me qëllim, po shkaku që ju mungon ndoshta dija, ju mungon njohuria dhe ai mendon që ai përmallimi i madh, ajo dashuria e madhe, ai sinqeriteti mua më arsyeton pastaj gjitha gjërat tjera. Mirë, po ne nëse e shohim, jam vendosur disa rregulla, jam vendosur disa kushte. Për çfarë arsye? Për çfarë arsye? Për të mirën e atyre haxhilerëve, atyre njerëzve që do ta kryejnë haxhin. Tash aty tregohet që vendi maksimum mund ta përballon numrin deri në këtë shkallë, deri në këtë kufi. Ma shumë nuk e përballon. Tash, numri është i kufizuar, ama unë dua të jem prezent. Unë ma të shkuarjen time, edhe ti edhe ai tjetri edhe secili, tash nuk bëhet fjalë për 1 2 3, sa aty 1 2 3 as që vrehet, as që diskutohet, po nga çdo vend, nëse janë me qindra apo me mira, vetëm se do të ngarkohet. Edhe ai i cili e kryen haxhin në këtë mënyrë nuk do të mund t'ja jep hakun. Na kemi raste të tilla, njerëz të cilët shkojnë në haxh pastaj s'ka guxim me dal në Qabe. Po çfarë haxhi është ky? Më nuk është haxhi me shku ti në këtë mënyrë dhe pastaj ik nga njëra anë, ik nga ana tjetër, fshehu dikund, ruju dikund, nuk del në Qabe, është në Mekë, është pranë Qabes, nuk del në Qabe 3-4 ditë. Po nuk është kjo mënyra, nuk është mënyra e cila kërkohet. Ose për me shku në Arafat, shkon deri në Arafat pa ihram, në Arafat i vesh ihramën. Gjitha ato mënyra që duhet pastaj ti merr vetëm për ta realizuar haxhin, nuk është kjo e mënyrë. Mos flasim nëse plus se u befasova. Dhe sa kam qenë në Saudi, rishfeti o kanë diçka e pa imagjinueshme. Nuk e kina çdo e ka pas a ditë nëse do me ndihmon të ai. Nëse nuk do me ndihmu, nuk ndihmon. Asnjë nuk në ka shku ndërmend që ti ofrojmë rishfet. Tash thonë se edhe këtë disa haxhiler do thonë din tarifën, nëse do me hinë me në kohën e haxhit, çdo kush do të më nxjerrë 500 apo 400 euro, edhe kjo është tarifa. Ti me këtë veprim, çka i duke bu? A ne dimi hadith në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ku thotë la an rashi wal murtashi. E ka mallkuar, fjalë kujtë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata që jep edhe që merr rishfet. Ti nëse bërë sebeb dikush me marr rishfet, me njolosat fitimin që e ka, pra i halalit ta shëndron në haram, a nuk është kjo një mëkat i cili nuk i ka hi haxhiut, i cili ka shku me madhrull dhe me lartësu Allahun subhanahu wa taala. Subhanallah. Kjo shifet sikur një lloj këmbgulje nga dikush që ose patjetër shembull këtë vit, ose nuk ban ndryshe. Realisht, fetarisht ban ndryshe. Ban ndryshe, ti i arsyetuar para Allahut azza wa jall. Nuk është mundësia këtë vit, është mundësia vitin tjetër, nuk është vitin tjetër. Në momentin që vjen mundësia, nuk të është mundësua me këto rregulla që janë sot, ti i arsyetuar dhe nuk ka nevojë për gjitha këto mënyra në rrugë tjera që pastaj kanë pasoja. Dhe ibadeti nuk bëhet, ajo kryesorja është që ibadeti nuk bëhet ashtu si kërkohet. Ibadeti nuk bëhet fshehurazi, ibadeti nuk bëhet duke urujt, duke pas frikë nga gjitha anët, a do të qëndroj deri në fund, a do të kthehem. Tash a do të hyjnë në Arafat apo do të më gjejnë, do të më kapin, do të më kthejnë, e mos flasim për pasojat tjera. Nuk është kjo ajo mënyrë. Në vendet jo higjienike ku s'ka kushte elementare, për me qëndru në mine, atje rrezikon edhe jetën tënde edhe thuhet se për shkaqeve të atyre dyndjeve që kanë ndodhur në Saudi, në mine, kanë qenë këto njerëz që i kanë vendos teshat në një vend atje afër urës në mine edhe pastaj njerëzit duke u kriju ai kallaballak i madh edhe ka ndodhur ajo fatkeqësi. Po se numri është i madh, por atë nuk bëhet fjalë për pak, bëhet fjalë për numër të madh, shumë shtete të mëdha që kanë numër të madh të muslimanëve, nëse shkohet prej aty shembull me mira njerëz në këtë mënyrë, sigurisht që do të ketë pasoja. Mos flasim në atë aspektin tjetër që sa do t'ju bëhet padrejti atyre tjerëve që kanë shku në rregull, që kanë shku mirë, kanë shku pastër dhe në fund tash ti duhet me hi dikund. Ku ke me hi ti? Aty ku duhet me azon vendin dikujt tjetër, apo duhet me ngushtu e ka ndjek procedurën. E ka paguajt. A mund t'ju bëhet padrejti? Mund t'ju bëhet padrejti. Atëherë nuk është kjo mënyra. Momenti që vjen mundësia, elhamdulillah. Nuk është mundësia,
do të bëjmë sabër, do të vije koha, do të vjen çdo gjë. Hoxhi në më vjen keq se këtë gjë e bëjnë disa njerëz me thonë që nuk kanë mundësi me shku, nuk është e vërtet. Se të gjithë ndoshta i kanë kushtet shumë të mira. Por sikur i ka plu një vezvese, unë du të bëj haxhin pakës ma me vështirësi, ma me kështu. Ti nuk e bon atë ma me vështirësi, se nuk është kjo. Pejgamberi sa më ka bërë tavaf mbi deve, rreth qabës, dhe më thonë për me lecu e vetës. Se kjo është haxh, është adhurim që ka lodhje, por nëse ke mundësi me lecu e vetën, me i kriju vetës kushte më të volitshme, më të këndshme, kur kush nuk e ka ndalu këtë? Ja, nëse shkon në atë mira, është komplet e keq kuptuar e asaj që ka e kërkon Islami. Ajo që ka është obliguar, është e qartë, mirë po mi shtu vetes ngarkesë, lodhje ma tepër, në disa raste, ndoshta një kohë veç se ka qenë një lloj mendimi i këtill. Shembull, nëse e ki mundësin me marr abdes, mujt ngrohtë dimrit, dhe ti tash del jashtë me marr abdes, mujt ftohtë dimrit, se këtu ka ma shumë shpërblim. Kjo nuk qëndron fare, nuk është ky kuptimi. Mirë po, nëse nuk ka ujë të ngrohtë me marr abdes, dhe merr abdes mujt ftohtë, atëherë po, është problemi. Mirë po, jo lodhje qëllimshme, pa nevojë e pa kërkuar. Na e kemi parasysh rastin atij njeriu i cili doli në diell që ta agjeron dhe qëndron në kamp. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, kush është ky? Çka është duke bë? Ja Rasulullah, ky është filani, Ebu Israili, nëse më kujtohet. Çka është duke bë? Është duke agjeruar. Ka vendosur, qëndron në kamp, qëndron në diell, ta agjeron. Po kush ka thonë kështu? Nuk është Islami kjo mënyrë, nuk është ibadeti në këtë mënyrë. Let ulet, let hynë në hije, let agjeron. Ti ibadetin bane, ama jo në mënyra tjera që dikush mund t'i shton vetes lodhje ma shumë se ndoshta ma shumë shpërblim. Nuk e arrin shpërblimin edhe nëse lodhet ma shumë në këtë mënyrë. Po nëse lodhet në këtë mënyrë, s'ka shtim të shpërblimit, po ndoshta i shtohet gjuna. Si duhet të pasqyrohet apo të reflekton haxhi tek personaliteti? Se në sot fatkeqësisht subhanallahu muslimanët janë bë shembull i një personit i cili nuk e flet të vërtetën, nuk e ruan emanetin, tradhton, mashtron. Haxhin e përmendëm se nga haxhi njeriu duhet të kthehet plotësisht i ndryshuar. Po. Çfarë aspektet të personalitetit të muslimanit në atë rafshin individual duhet të reflekton të pasqyron haxhi tek një besimtar, i cili tashmo e ka marrë titullin haxhi. Po. Sigurisht tash nëse kthehem në atë realitetin e këtij ibadeti dhe e përmendëm që ky ibadet duhet të banë ndryshim në jetën e besimtarit, nuk i takon askujt, nuk i takon një muslimani që të shkon në haxh dhe kur të kthehet me cilësitë e njëjta, me veset e njëjta, me gabimet e njëjta. Ku është roli? Ku është efekti? Ku është ndikimi i gjithë atij ibadeti që është bë, nëse është bë për hir të Allahut azza wa xal. Ne në një kohë, po ndoshta edhe sot në disa raste në formë humori, ju thuhet njerëzve që po edhe autobusi ka shkuar në haxh. Kur kanë shkuar njerëz më herët me autobus, edhe kuferi, ajo çanta ka qenë në haxh, a ka qenë? Po ka qenë. Pse thuhet kjo? Se ka shku njëjtë, është kthy njëjtë, ama njeriu nuk është në këtë mënyrë. Besimtari nuk duhet kthehet në këtë gjendje. Ai shkon ndryshe. Shkon i ngarkuar me gjuna, i ngarkuar me gabime, në shumë raste merret halal edhe prej njerëzve, kërkohet falje edhe prej njerëzve, kërkohet falje sigurisht patjetër prej Allahut azza wa xal, gjithë ato gabime që janë bë. Tash është kthy njeriu në një jetë të re, në një libër, në një fletë të bardhë. Të kthehet tash edhe një herë që ta mbulon atë, ta ngarkon me gjitha ato gabime që i ka pas në të kaluarën, atëherë shet që haxhi i këtij njeriu nuk e ka pas efektin që duhet ta ketë. Apo ky njeri nuk e ka realizuar haxhin ashtu si kërkohet. Se ai i cili kthehet haxhi, domethënë në vendet tona që quhet haxhi, ai tash vetëm se
duhet të jetë një lloj shembulli, duhet të jetë një lloj modeli. Ne çdo herë përmendim modeli jon i gjithë neve është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju e keni shembull model Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po kjo çka nën kupton? Tash ne mos jemi model për askand. Ai i cili thret në rrugën e Allahut, edhe ai duhet të jetë model. Ai i cili është hoxh duhet të jetë model. Ai i cili është dietar, ai i cili është i udhëzuar, ai i cili është namazli, ai i cili është i xhamis, ai duhet të jetë një lloj modeli për atë i cili nuk është i xhamis. Dhe haxhiu i cili kthehet duhet të jetë një lloj modeli, duhet të jetë një lloj shembulli se a shet dallimin ky i cili ka qenë në haxh dhe ai i cili nuk ka qenë në haxh, apo ky i njëjti para se të shkon në haxh dhe tashma nuk i ka hije se ky ka qenë në haxh, e ka bë haxhin ndryshimin. A qëndron ky krahasim? Tash ai ka qenë musliman para se me shkon në haxh. Dhe si musliman nuk i kanë hije disa veprime që ti bën. Tash ja ka shtu vetes edhe një emër tjetër. Haxhi. Do të thonë është dy fishu përgjithësia edhe duhet më dy fishu edhe kujdesi. Sigurisht. Që mos të bëhemi, kjo është ai transformimi personal i cili kërkohet prej njeriut kur të shkon në atë udhëtimin e haxhit, në atë ibadet kaq të veçantë dhe kaq të dobishëm për besimtarët. Sigurisht. Këtu kur flasim ne sikur nuk është fjala për një njeri, nuk është fjala për një musliman, tash bëhet fjala miliona njerëz. Nëse shkojmë tash në atë mënyrën e realizimit të haxhit efektiv, llogarit tash, sa kanë qenë në haxh? 3 milion, 4 milion. Kur do të kthehen këta 4 milion në vendet e tyre tjerë, të ndryshuar, jo siç kanë shkuar në fillim, tash kthehen ndryshe. Këta do të kenë ndikim në gjithë vendin, në gjithë popullin, në familje, në rreth. Bërthama të rezatimit të Ajo është, do të thonë që haxhit ta luan rolin në umet, në popull, në përgjithësi, jo si individ, se individi përsëri dikush mund shkon të kthehet i njëjtë, po në përgjithësi, nëse kthehen njerëzit nga haxhi ndryshe, ndryshimi do të vjen pastaj edhe në familje, edhe në rreth, edhe në shoqëri, edhe më gjë. Haxhin shpesh kemi dëgjuar se është kongresi apo takimi vjetor i muslimanëve në të cilin duhet të analizohet gjendja e umetit dhe çka duhet më bo për ta përmirësuar apo për t'i larguar disa brenga dhe fatkeqësi që i përjetojnë muslimanat. A mundit ta flisni pak diçka me këtë rol shoqëror apo që e ka haxhi në jetën e besimtarëve, në jetën e umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në realitet, ashtu si e përmendet, duhet të jetë. Në realitet duhet të jetë. Mirë, po, a është a nuk është? Atëherë shohim pastaj atë mangësinë apo atë zbrastin e këtij ndikimi që realisht e ka haxhi. Mirë, po nuk është mangësia te haxhi, është mangësia te ne si njerëz, si besimtar, ndoshta edhe si umet. Tash llogarit Allahu Azza wa Jall, Islami në përgjithësi i ka obliguar disa gjëra jo vetëm si një ibadet, po ato ta kenë edhe ndikimin në umet, në popull. Ne falim namazin e xumas, Allah e ka caktuar një herë në javë që musliman të takohen, musliman të afrohen, të ketë një lloj këshille, një lloj ligjërate për gjithat gjendje të muslimanëve, për çështje, për nxitje, për gjëra pozitive apo pengesë, ndalim nga gjërat negative, të takohen musliman në çdo javë që të mundon së bashku ta bëjnë ndryshimin. Tash haxhi, jo musliman të një vendi, jo musliman të një rrethi, aty takohen musliman e gjitha vendeve të botës dhe ajo e paraqet atë madhështinë e haxhit, atë kënaqësinë që e ndjen musliman se tu bohen njerëz nga gjitha vendet e botës, në raca të ndryshme, në gjuhë të ndryshme, nacionalitete të ndryshme, i bashkon një qëllim, i bashkon një fe, i bashkon vetëm një gjë për hir të Allahut Azza wa Jall. Mirë po, sikur ta kishte luajt edhe rolin i cili kërkohet, apo siç është luajt roli më herët që në haxh takohen kryetarët, në haxh takohen udhëheqësit, në haxh takohen prisit, në haxh takohen dietarët, në haxh takohen njerëzit më të pasur në umet, njerëzit më me ndikim në umet, dhe në haxh kur të takohen gjitha këto
personalitete, këto figura dhe të qajnë dertin e umetit dhe të shojnë hallet e muslimanëve dhe të shojnë çka mund të bëhet për këtë umet, atëherë gjendja vetë se do ishte ndryshe. Mirë, po sikur kjo është një lloj mungese e kësaj kohe që ne nuk e shijojmë këtë rol, nuk e shijojmë në haxh, ndoshta deri diku, ndoshta në ndonjë aspekt të mangët, mirë po jo të plot, ashtu siç i takon haxhit, ashtu siç u takon besimtarëve. Se këto takime nuk mungojnë mes shteteve, po sikur këto kufit që i ka vendosur dikush tjetër në umetin, janë bërë shkak që njerëzit mos me u ndi si një pjesë të një umetit të vetëm. Edhe pastaj edhe kjo sikur të amniston nga përgjegjësia. A realiteti është plotësisht i kundërt, se muslimanët janë si një trup. Nëse një pjesë e umetit vuan, patjetër që këtë dhimbje të ndjen edhe të përjeton edhe pjesa tjetër e umetit. Edhe unë shfrytëzoj këtë moment që me lut Allahun që me përmirësu gjendjen e muslimanëve kudo që janë, që t'i ndihmon dhe t'u lehtëson vuajtjet që i përjetojnë, në veçanti në Gaza ku akoma vazhdon ai gjenocidi pamëshirshëm. Me siguri se një prej qëllimeve ku njerëzit i shohin musliman nga vendet e ndryshëm. E sheh një musliman nga Malajzia, e sheh një nga Indonezia, tjetri nga Afrika, tjetri vjen nga Amerika Veriore, nga Amerika Jugore, nga Rusia. Kjo duhet tek besimtarët, siç e thet shumë bukur, më pëlqeu ai kur kthehen ata me këtë ndryshim, me këtë e kanë ndryshuar edhe mënyrën se si kuptojnë muslimanët. Se nuk janë muslimanë vetëm shqiptarë të këtij nënqielli, po ka muslimanë në vende të ndryshme të botës. E nëse ne kultivojmë këtë lidhje vëllazërore, apo të kapemi bashkërisht për litan e Allahut siç na ka thirrë, kjo ka mundësi me qenë fillimi i një ndryshimit pozitiv në rrafshin global, apo domethënë në aspektin botror që e synojmë edhe muslimanët e kanë nevojë që ta bëjnë, veçanti në këto kohra të vështira ku muslimanët jetojnë. Po është edhe ata që e thatë shumë me vendoshe, është vend ku takon dietar, takon njerëzit më të pasur, dhe të cilët duhet me hartu strategji. Dilet, domethënë preja atij takimi, prej atij tubimi, në fund dilet me një lloj fryti, me një lloj rezultati. Tash nëse mund të llogaritet vetëm në një aspekt të njerëzve më të pasur që janë në umet, dhe në fund në atë takim mund të dilet me një rezultat që sa vendet të muslimanëve që janë nevojtare, të varfër, e që kemi njerëz që ndoshta kanë nevojë edhe për bukë, edhe për ujë, me çfarë rezultati mund të dalin muslimanët nga haxhi, nga ky ibadet në fund në një aspekt tjetër, komplet tjetër, mirë po mund të ketë fritë të mëdha. E në aspekte tjera, e në gjendjen e muslimanëve, e në vështirësia tjera, mund të luhet, apo duhet të luhet ky rol i madh. Kontaktet, ndërton urtë lidhëse mes muslimanëve, dhe kretë këto e kanë atë efektin pozitiv. Sigurisht. Hoxhë nderuar, edhe një pyetje për fund. Ne shpeshher, apo të ne është traditë që njeriu kur kthehet prej haxhit e fiton titullin e haxhis. E ky titull, a është diçka me të cilën njeriu vetëm duhet të krenohet, unë bëj haxhi edhe me muska, apo është vetëm një përkujtim të një adhurimi të madhështor, i cili duhet me qenë motiv që ai ta vazhdon rrugën e ibadetit, siç ka thënë Allahu në Kur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, dhe ti adhuroj Zotin tënd derisa të vjen momenti i bindjes, domethënë vdekje. Po, tash realisht haxhi është titull. Realisht haxhi dhe asnjë ibadet tjetër nuk janë që njeriu të merr një lloj titulli se e ka realizuar, e ka kryer një ibadet. Tash atij i takon, ai që falet është namazli. Është namazli. Mirë, po ne nuk do ta thrasim namazli, apo ai që agjeron është agjerues. Mirë, po ne nuk do ta thrasim agjerues. Ai cili e kryen haxhin, ne e thrasim haxhi në atë aspektin më shumë të respektit, më shumë të nderit si më i vjetër, dhe mendoj që kjo ndoshta ka mbetur nga se në vendet tona njerëzit në haxh kanë shkuar vetëm në moshë,
Vetëm në një moshë pak më të vështirë dhe jo të ri dhe në fond respekti është quajtur haxhi. Dhe ne në shumë raste disa që janë më të vjetër, pleq tanë, baballar tanë, gjyshër tanë, ne i thrasim haxhi, ndoshta ai nuk ka qenë në haxh fare. Pse? Në shenjë respekti. Mirë po, nuk është ky qëllim. Nuk është ky qëllim që dikush të shkon në haxh dhe në fund të quhet haxhi. Apo nëse nuk i thua haxhi, ndoshta të hidhërohet, ndoshta të preket sikur nuk e ke vlerësuar sa duhet, nuk është ky qëllim. Adhurimi, qëllimi i tij është që ai duhet të ketë ndryshim, ai duhet të vazhdon në atë rrugë në të cilën është dhe jo që të merr një lloj titulli para njerëzve se realisht haxhi dhe ibadetet nuk t'japin titullin, ndoshta atë ngritjen, po e merr, domethënë e gjen te Allahu, mirë po te njerëzit je i njëjtë, te njerëzit ndryshimi është më rëndësi, mirë po titulli nuk ka ndonjë rëndësi fare. Allahu na ka quajtur me emrin musliman. Ajo është. Dhe kjo është ai ema që e mbajmë me krenari edhe bile nëse kthehem te selefi do të gjejmë raste që njerëz të caktuar të ndryshëm kanë shkuar në haxh fshehtas dhe kanë kryer obligimin dhe janë kthyer dhe nuk e ka ditë askush. Ajo është domethënë për ta ruajtur sinqeritet vetëm për hir të Allahut azza. Edhe askund në biografitë e tyre nuk shuan se Pilani ka qenë haxhi, el haxh. E ka kryer apo sikur që tani e përdorin si emër të tij. Po, nga se nuk është qëllim ai, nuk është qëllim të merret si një lloj. Edhe nëse dikush e merr kështu, si një emër, si një titull, ai do të më qenë titull që e përkujton. Po. T'jep përgjegjësi më shumë, t'jep përgjegjësi më të madhe kemi dhe e vazhdojmë atë rrugtimin ton drejt Allahut subhanahu wa taala. Po. Po gjithëndëror ishte kënaqësi që t'ju kemi sonte në mezhlisin ton. Allah ju shpërblet që u përgjigjet pozitivisht në ftesën tonë dhe inshallah vazhdojnë këto takimet tona kaq të bukura dhe kaq shpëtdhënëse. Amin. Allah ju shpërblet edhe juve, Allah ju nderoft për ftesën. Dhashtë Allah që ky takim edhe çdo takim i joni të jetë vetëm në hajër, në përkujtim të fjalëve të Allahut, fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e të dalim prej këtij takimi dhe prej çdo takimi ku qëllimi është vetëm përkujtimi i çështjeve të fesë Allahut azza wa xal, të dalim të pastër. Allahu azza wa xal të na fal gjitha ato gabime, gjitha ato të mëta tona. Dhashtë Allahu që ky takim të jetë i dobishëm për gjithë ata që e ndjekin, që e përcjellin, marrin sadopak nga ajo që jemi munduar ndoshta me ato lëshime tona, me ato mangësi tona të themi sadopak nga ajo nga i fryt i madh, nga i rezultat, nga i ndikim i madh, nga gjithë ajo e cila nxirret dhe del nga ky ibadet madhështor siç ishte haxhi. Allah ju shpërbleft edhe një herë. Amin. Ndërsa shikues dhe vëllezër dhe motra të nderuara, ky ishte podcasti për këtë javë. Shihemi javën tjetër. Selamu alejkum wa rahmatullah.